Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la rasul la drojm. Qojm salavat dhe selam pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditët e fundit. Po vazhdojmë me dersin e radhës në sire. Jemi duke fol rreth fillimit të shpalljes, respektivisht kur shpallja është bë publike, është bë e hapt nga ana pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ato me thonë kushtimisht betejët apo konfliktet, ballavaqimet e para të cilat kanë ndodhur mes të Kurejshitëve, Paris Kurejshite dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kemi shpjeguar se kur ka qenë thirrja e fshehtë, do thotë që nuk ka qenë publike, nuk ka qenë e hapur, nuk ka pas ndonjë ballafaqim direkt mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe Paris Mekës, edhe pse paria Mekës e kishte parasysh që ka fillu pejgamberi sa një thirrje edhe një qasje më ndryshe se feja e tyre, megjithatë nuk ka pas ndonjë ballafaqim fare për shkak të rrethanave që nuk e kishte bërë ende pejgamberi sa publike thirrjen e tij. Haptas nuk ishte dalë. Mirë, po në atë moment që i ka dalë haptas, atëherë fillun këto ballavaqimet edhe refuzimet. Kemi përmend disa nga ato, sikurse qasja e Abu Lehebit, pastaj qasja e Abu Jehlit, dhe disa nga paria e Mekës që janë mundu me e stopu thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në forma të ndryshme. Kemi mbet tek ajo situata edhe qëndrimin e Abu Talibit, edhe pse nuk e kishte besu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, megjithatë e ka mbrojt. Allahu xhalla wala ka dashur me fut në zemrën e tij, në zemrën e Abu Talibit atë dashni ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po edhe në anën tjetër ajo parimi dhe kodi i fisit që me e mbrojt tanin, edhe e ka bërë që Abu Talibi me kanë prej atyre që edhe pse nuk e beson, me mbrojt nipin e tij dhe me e largu atë tendencë që kishin paria e Mekës në përgjithësi. Kemi përmendur që kanë shku disa herë te Abu Talibi dhe nuk kanë arrit me e bind, me largu, edhe pse edhe Abu Talibi ka tentu, mirë po, kur e ka pa vendoshmërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk i ka dalë më në rrugë edhe me e kundërshtu ose me e ndal. Për ngjarjeve që përmendet është që pasi që paria e Mekës nuk arritën me e bind Abu Talibin edhe me Abu Talibi nuk u bonte ndonjë veprim me e stopu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë i erdhën me një propozim. Ai propozimi ishte që e kanë gjetë djalin më të mirë të Mekës, që ka qenë Ammar ibn al-Walid ibn Mughira. Kështu e ka pas, Walid ibn Mughira ka qenë pej udhëheqësve të fisit, pej udhëheqësve të fisit, edhe i njohur, edhe i respektum. E ka pas një djalë, Khalid ibn Walidi ka qenë gjithashtu djali i tij, edhe ky Ammar ibn Walid. Ammar në fakt ibn Walid. Edhe kanë marrë këtë djalë, që ka qenë një djalosh i ri, i hjeshëm, i mirë, do thotë moshën e re, edhe kanë marrë me vete edhe kanë shku te Abu Talibi. Abu Talibi i ka prit edhe i kanë thonë atina, po ta dhajmë këtë djalë, Ammarin, edhe merre ti bëne si djalë tonin. Edhe të rrinë, do thotë gati, edhe kujdeset për ty, edhe krejt, ana neve Muhamedin edhe na kem punë me ta, kështu që ti s'jet keq. Do thotë e ki djalin më të mirë, më të hjeshëm, më të fortë, më të pashëm, do thotë në Mekë, kështu që ti nuk hub kur gjë. Atëherë Abu Talibi fillon me qesh, edhe fillon me thonë që ajo apo më zeni mu që unë nuk jem tamana, çka është puna ju. Do thotë jo po lip, do thotë me u marr djalin e juaj, e me u ushqye, me u majt, me kujdes për të, e me ma marr djalin tem, do thotë nipin edhe me myt. Domthon çfarë
domthon çfarë me thon kushtimisht ndrimi po dëni me bë me mua. E thot kjo logjikisht do thot nuk është e drejtë. Qysh unë më ullon djalin tim jo me myt kurse më u majt ju unë djalin e juve edhe më u rrit. Për arsye se kodi fisnor e kemi përmend disa herë ka qenë që në atë kohë secili ka mujt me bë djalë të vetin dikun ose në bazë të kodeve edhe rrethonave të atëhershit. Dhe këtë kemi shpjeguar kur kemi folur për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur e ka adaptu apo e ka bë djalë të vetin Zeidin. Edhe në qatë formë ka thonë ti merre këtë djalin edhe bëhet i joti zyrtarisht edhe faktikisht një mon edhe është do thot e familjes tane edhe bëhet fisi jot e krejt e neve Muhamedit mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk pranon. Dhe Al-Mut'im ibn Adi është një emër që do ta përmendim edhe më vonë që i ka ndihmuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa rrethana të vështira më vonë edhe ka pas respekt shumë të madh ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam megjithse as ky nuk e ka pranuar Islamin, as ky sokon do të so bon musliman, megjithatë ka pas një respekt. Mirë, po në këtë rrethan ka marrë një pozicion edhe ky kundër Ebu Talibit. Edhe i ka thonë qëre populli jot do thot kanë qenë të ferm me ty, domthonë drejt me ty, se ta kanë bërë këtë ofertë, duhesh me pranu. Se Mut'im ibn Adi edhe ky ishte prej Kurejshitëve, prej familjes më të afërt të Muttalibit. Domthonë kurse Walid ibn Mughira ishte prej familjes që ishin do thot nuk ishin do thot njëjtit nënfis me thon kushtimisht nga i cili i takonte Ebu Talibi. Edhe thot që jën kanë të drejtë me ty, andaj duhesh me pranu. Atëherë edhe ati i hidhrohet Ebu Talibi edhe thot qysh po mundesh ashtu me më thon kur kjo logjikisht nuk është e drejtë. Pastaj Ebu Talibi ishte plak i vjetër, e shes çfarë pozite dhe çfarë rrethane është, prandaj edhe i thret ata fisin e afërmt Muttalib që do thotë qysh me thon djemt e Axhes edhe axhallart në përgjithësi i thret në një takim edhe i thot që krejt në nëfise tjera Kurejshit janë bë bashkë edhe janë duke tentu me më rënu edhe me ma marrë djalin edhe me bë ata që kanë synim, a jeni me mu apo nuk jeni? Atëherë familja e afërt e tij, fisi i afërt i tij i rrin gati, për arsye se kishin respekt ndaj tij. Ne kemi thënë ato rrethana nuk ka qenë fuqia, ka qenë nderi dhe respekti në nivel, edhe kanë thonë që na jemi me ty përveç Ebu Lehebit, i cili ka marrë anë, edhe pse ka qenë vllai i tij. Ebu Talibi ka marrë anë me pjesën tjetër të Kurejshitëve edhe ai ka shku me ata tjerë, kurse familja tjetër e ngushtë kanë qëndruar të gjithë së bashku edhe i kanë nejt gati Ebu Talibit me e rujt edhe mi dal në krah. Kështu që edhe kjo e ka zbraps pastaj edhe Kurejshitët edhe fise tjera Kurejshite mos me bën ndonjë veprim për arsye se kanë kuptuar që mundet me ardhur deri tek një luftë mes tyre, kështu që janë dalë edhe nuk kanë bën ndonjë veprim tjetër. Ndërkohë ndryshojnë taktikën këta Kurejshitët ose mushrikët në përgjithësi edhe fillojnë atë qasjen me josh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me disa sende tjera. Domthonë jo me armiqësi, jo me frikë, jo me kërcënim, po fillojnë pastaj me ofru disa oferta tjera me të cilat do të arrijnë me josh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me u largu nga kjo thirrje, nga kjo thirrje të cilën e kishte filluar me ta. Dhe ajo ishte Utba ibn Rabi'a, edhe ky ka qenë për Parisë me kasve, edhe me një rast ka qenë në ato vendet, kemi thonë qabja ku ka qenë, kanë qenë anët ku kanë nejt, me thonë kushtimisht ato klubet apo vendqëndrimet e fiseve për rreth qabes, ka qenë një herë duke nejt ky Utba ibn Rabi'a, edhe nalet edhe tash në bisede sipër
thot atë shkoj e shohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që kishte ardhur te qabja. Thot çka po ja mërmene, atë shkoj edhe të flas me të, nashti mos po bëj ndaj ndryshim edhe pi ndrrej mendin këtij djali. Thot se nuk është i keq, do thot nuk është që ka vërejtje në të kaluamën, për arsye se ju e dini në përgjithësi kanë pas respekt ndaj tij, edhe këta kanë thonë aman vetë shko binde diqysh. Çka dush thuj veç binde diqysh me heq dorë nga kjo çka po predikon. Atëra Utbe ibn Rabia shkon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e përshëndet edhe fillon tash me marr me fjalë të mira. Se ti je do thot një familje e mirë, fisi do thot ma i nderuar në Mekë, e ke këto përparësi, i ke këto mirësi që gjithashtu edhe kanë respekt në përgjithësi do thot me kaset për ty, po ajo që je të bë ty nuk është mirë. Edhe thot tash këtu është domthon qasja shumë interesante. Thot kjo që je të bë ty s'është mirë. Tash në disa transmetime thot që ja bën disa pyetje mohuese në një formë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për në një formë sipas tina me e bind se kjo çka është të bën është përçamje edhe është jo e mirë. Edhe thot a mundesh ti më thonë që je më i mirë se baba jot Abdullahi, se je më i mirë se Abdul Muttalibi? Ju e dini se një nga kodet edhe gjanat që mas shumëti e kanë respektu arabët në atë kohë ka qenë do thot krenimi me paraardhësit e tyre. Do thot kur kush nuk ka pretendu që është më i mirë se ai që ka shku. Nuk ka pretendu kur kush. Po i vetmi synim ka qenë çka mja zbar ftyrën atij. Do thot mja ruaj domon çat nder që ai ka pas. Edhe këto pyetje ja bën në formë kërcënuese edhe në formë që pejgamberi sallallahu faktikisht nuk përgjigjet. As thot jam më i mirë, as thot jam domon nuk hesht. Që realisht domon korrekt pejgamberi sallallahu do duhet thoshte që jam më i mirë. Për arsye se ata kanë qenë çka idhujtar, edhe mushrik, edhe nuk kanë qenë në fenë e vërtet të Ibrahimit alayhis salam. Megjithatë e zgjedh pejgamberi sallallahu heshtjen për arsye se nuk ishte rrethana tash të komunikoj ose të polemizoj, për arsye se kjo do të ishte shumë e madhe te ai. Po ti thoshte që jo më i mirë se gjyshrit e mi ose paraardhësit e mi, kjo do të ishte shumë e madhe. Prandaj pejgamberi sallallahu e zgjedh heshtjen, nuk fol. Domthon e lën me kalu kjo në formë të heshtjes. Prandaj nganjëherë mundesh ti me kanë në një rrethon që edhe thania e një realiteti, një të vërtetë ndoshta nuk është logjike ose nuk është arsyeshme në çat situatë edhe në çat polemik ose debat ose në situatë në cilën mundesh mu zgjedh. Kështu që e zgjedh heshtjen. Jo tash me ignoru ose me mohu ose po nëse nuk është shumë kruciale, nuk është e domosdoshme që ajo të diskutohet, a e ke pa nganjëherë në polemika, në debate, posaçërisht në që i përcjellën nëpër televizion, nganjëherë e thun një fjalë që aty të kapet, edhe hub krejt poenta për çka po diskutohet, apo? Prandaj kur debaton me diçka, nganjëherë ti dush me e synu çka po synon ato realisht, prandaj disa sene ndoshta nuk është e drejtë edhe nuk është e mençur me i përmend ose me i detajzu për arsye se ato munden mu të kap edhe me deviju muhabetin në përgjithësi. Edhe për ata Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk nalet edhe me ju përgjigj kësaj. Edhe ai nuk ka prit një përgjigje të prerë. Po jo, po do mi kallëzu që thash një pyetje mohuese që kjo realisht nuk vjen logjikisht që ti jetu pretendu një gjatë tillë. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk përgjigjet në formë të prerë edhe e lën, do thot në heshtje. Pastaj vazhdon edhe i thot kështu. Thot nëse jebna akhi, thot për arsye se kur ka dash dikun arabët e kanë përmend këta shpesh, kur ka dash dikun me kallëzu afërsi, ka thonë o djali vëllat tem, ose domthon kur ka qenë pak më i vjetër, më i ri, e kanë përdorur do thot këtë frazë për me kallëzu që je i afër, je do thot i jami, s'kam ku të çaj në kështu me radh, edhe i thot nëse kjo çka ti po pretendon synon pasuni, do në me kanë do thot ma i pasuni
e ke nis këtë punë për me ardhjet e pasuria, atëherë kina mi mbledh këtë pasurinë e Mekës edhe me të bë më të pasurin tonë. Nëse synon me arrit respekt edhe mu bë dikush në mesin tonë, edhe ata ta mundsojmë. Nëse synon me konë mbret, edhe ata ta mundsojmë. Dojna mbret të Mekës, ta dham edhe atë epitet. Nëse ki smundje, atëherë do t'i gjojmë do thotë shëruesit më të mirë për me ta largu këtë smundje. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dëgjon shumë korrekt, do thotë nuk e ndërpret derisa ta kryjnë muhabetin, edhe pasi që i kryjnë thotë a e kryve, thotë po, edhe i lexon prej surës Fussilet, fillimin e surës Fussilet, ku Allah i madhërishëm thot Hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilet ayatuhu Qur'anan arabiyan liqaumi ya'lamun. Edhe flet Allah i madhërishëm për domthonjë i flet mendjes dhe logjikës dhe arsyes së njerit çysh do të me i gjyku gjanat. Edhe Allah xhala wala po Hamim tanzil do thot domthonjë ky Kurani është i zbritur prej të mëshirshmit, gjithë mëshirshmit, është libër në cilin janë të detajzuar, të sqaruar, detajzuar do thot ajetet, argumentet, edhe është në gjuhën arabe të pastër për një popull që logjikon. Do thot ato që përmend këtë do të jenë shumë qarta, shumë pastërta, domthonjë nuk janë do thot të pakuptueshme për atë që logjikon. Bashira wa nadhiran fa a'rada aktharuhum fa hum la yasma'un. Thot është myshdhëdhënës, do thotë si harixhdhënës, domthonjë që jep myshdë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po edhe që tërheq vërejtjen, mirë po shumica e njerëzve, po thot Allah xhala wala, e ja kanë kthy shpinën dhe s'po dojnë me e dëgju. E kështu Allah xhala wala përmend në këtë sure, në disa transmetime thuhet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka lexuar deri te ajeti sejdës. Do thot është një ajet i sejdës që vjen pak më vonë, edhe e ka bë sejdën, edhe e ka dëgjuar me vëmendje edhe Walidin, nuk e ka ndërprer, edhe është kthy, është tërheq. Do nuk ka biseduar më, edhe është tërheq. Në disa transmetime thuhet se kur ka ardhur ajeti që është do thot në njërin nga ajetet para sejdës, ku Allahu i madhërishëm tërheq vërejtjen edhe kërcënon që nëse e refuzoni këtë, atëherë fundi juaj do të jetë sikur ajo që ju kanë ngjarë popullit të Adit edhe Thamudit, që kanë qenë dy popuj, kanë qenë afër, domthonë popuj të njohur për arabët në atë kohë, domthonë e kanë ditë për historinë e tyre deri dikun, atëherë kur e dëgjon Walidi atë shumë domthonë ndikohet, edhe atë shumë friksohet, sa që qohet edhe mundohet më mshël gojen pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë mos thuj ashtu, domthonë nga friga se mos po ndodh. Domthonë ajo çka po e përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që më ardhë ndonjë dënim ndaj popullit të Mekës, edhe me ndodh shkatrimi. Domthonë atë shumë është friksu, saqë oqu ka qenë i ulur, si thuhet transmetim, do thotë i pështetur me dur kështu në këtë formë, duke e dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam qohet edhe mundohet më mbyll, thotë mos fol më shumë se është friksu, mos po ndodh ajo. Edhe largohet. Edhe kur largohet, ata që e shohin thotë vallahi na po e shohim që ky njeri ka shku te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me tjetër fytyrë, edhe po kthehet me tjetër fytyrë, domthonë nuk është ai i njëjti. Edhe kur ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi tek populli vet, ju ka thonë dëgjoni, thotë sot e kumni se mundësia e dëgjimit të Kur'anit nuk kanë shumë me dëgju të gjithë, ndonjë pjesë aty këtu diçka nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për arsye se çush kemi thonë kanë bërë trysni Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe kur ka recituar diçka nga Kurani në afër Çabës, ata kanë bërë zhurum, si kanë lënë mi dëgju nga frika se mos po ndikon. Edhe ky nuk ishte ndëgju më herët ato që ai kishte ndëgju, edhe kur i dëgjoi atë shumë u prek, saqë kur erdhi te populli vet, nuk i tha me besu, po tha lene këtë njeri. Thot mos u merrni me ta, lene. Nëse domthon në ato që ka i thot, është i kundërshtu jo veç juve, po krejt arabt si udhësës të Arabisë, edhe nuk kanë me lanë rahat.
Nëse e sulmojnë ata, atëherë ju jeni rahat. Do thotë mani pritni edhe pak derisa të ballavaçohet me fisët e tjera, edhe nëse e mysin atëherë ju jeni rahat. Domthonë ja u hiq qafësh dikush tjetër, ju s'ballavaçoheni me ty tani pastaj me hin gjak me vllazërit e ju, me fisin e ju. Lënë domthonë dikush tjetër i huj, le të mirret me ta, lënë. Po edhe nëse fiton, atëherë kjo është përparësi për juve, për arsye se kur me bë emër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë edhe ju si fisi tina bëni emër. Kështu që ka thonë lene, mos u merrni me të, edhe kështu i këshillon. Edhe kur e dëgjojnë se çfarë është duke thonë, edhe ka thonë ajo çka po dëgjoj prej tij, vallahi thot nuk është as poezi, as nuk është magji, po është do thot fjalë që se kumni kurr. Edhe kjo ishte diçka shumë e jashtëzakonshme për arsye se arabët, që kemi përmend, disa herë kanë qenë shumë dishëm në poezi edhe në thurrje të fjalëve dhe shprehjeve e kështu me radhë, kështu që kanë thonë unë nuk kum pa kështu që kjo është diçka e jashtëzakonshme, është diçka e padëgjuar, prandaj pritni mos u gotni, për ndryshe thotë unë po propozoj ja u bani që të propozime. Atëherë ata i thanë atij që edhe ty të paska bë magji. Edhe ty të paska bë magji se paska ndikun ty. Atëherë kur e dëgjon Utbe ibn Rabia çapi thonë thotë bëni çka doni edhe tërhiqet edhe mo nuk përzihet në këtë situatë, në këtë rrethon në përgjithësi. Kjo është domosdoshmë një nga ngjarjet. Pastaj ngjarje tjetër e cila ka ndodhur ka qenë me Al-Walid ibn Mughira. Al-Walid ibn Mughira ka qenë një nga, që shtam pak më herët, që ky baba i Khalid ibn Walidit, edhe ky ka qenë për Paris, ka qenë i respektuar në fisin e vet, edhe me një rast e ka dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke recitu, duke thonë Kur'anin, domthonë duke lexuar Kur'anin. Edhe ky ndikohet shumë. Walid ibn Mughira ka qenë poet i njohur, do thot me poezi, edhe ka qenë do thot majdishmi i fisit vet. Nuk ka qenë do thot njëri pra e ka arrit atë nder edhe atë respekt në fisin e vet për shkak disa përparësive që kishte. Edhe kur e dëgjon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam hutohet, edhe i ndryshon fytyra, edhe atë shumë preket nga fjalët e Allahut madhërisëm që i dëgjon, saqë tërhiqet edhe hyn në shtëpinë e tij. Edhe e shohin ata njerëz që kanë qenë afër tij që diçka ka ndodhur me të. Edhe friksohen që mos pe pranon Islamin tash ky Walid ibn Mughira. Edhe Abu Jahli e kishte të afërm këtë. Ishte i njëjtit fis i afërm i tij, edhe i thonë që çështu ka ndodhur me të, edhe friksohet Abu Jahli. Thot mos po, pra edhe më njëherë i shkon te shtëpia. Edhe i afrohet shtëpisë, e troket në shtëpi, edhe kur e çel derën, thot populli yt, do thot njerëzit e ty tu janë tu prit me dhonë një shpjegim çka ke bë, do thot pse e tërheq, e ke dëgju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ke bë tërheqje, atëherë presin prej teje me dhonë një shpjegim. Çka puna? Thot çka ku me dhonë shpjegim, thot. Me thonë që është magjistar, s'muj mi thonë. Për arsye se e dim çka është magjia. Me thonë është poezi, thot unë jam majdishmi juve nga mesi juve për në poezi. Me thonë që është do thotë mashtrues, edhe kjo nuk mundet. Atëherë thot nuk kam çka me thon për të. Çfarë po më thuti mi thon? Atëherë Abu Jahli mundohet tenton thot duhesh diçka me formulu, atëherë kjo i thot jepëm afat 2-3 ditë të mendoj çka me thon edhe pastaj të përgjigjna. Edhe tërhiqet edhe mendon veten e vet. E tash ky mendim edhe ky diskutim përmendet në Kur'anin famlar në surën Al-Muddathir. Do thot Allah xhala wala tregon se me çka është ballavaçu Walid ibn Mughira në lidhje me atë çka i ka ndodhur. Edhe po thot Allah xhala wala në lidhje me këtë në surën Al-Muddathir, pra ajeti 11 e tutje, thot dharni wa man khalaqtu wahida. Allah xhala wala po fol tash për situatën konkrete të Walid ibn Mughira. Këto ajete kanë zbrit vetëm për Walid ibn Mughira, edhe për çit situatën edhe betejën që ka pas ai në veten e tij, a me pranu
Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber apo me refuzu. Do thot ka pas do thot kët dilemë veten e tij derisa ka vendos kuptohet kundërtën që e ka refuzu, mirë po ka luftu me veten e vet çka më bë. E Allah xhallahu tregon rrethanat në të cilat ka kalu ky njeri, thot dharni wa man khalaqtu wahida, tim le mua dhe me atë që e krijova të vetmuar. Është fjala për Walid ibn Mughira i cili ka lind po i vetëm. Wa ja'altu lahu malan mamduda, dhe i dhash atij pasuri të madhe, për arsye se ka qenë më i pasuri i Mekës, Walid ibn Mughira. Wa banina shuhuda, edhe i kum dhon djem që i ka me vete. Wa mahadtu lahu tamhida, dhe un i lash në disponim të gjitha mundësitë. Thumma yatma'u an azid, e ai lakmon që ti shtoj edhe më tepër. Domthonjë që me vazhdu me atë krenarinë e tij, kalla innahu kana li ayatina adinda, e jo se ai me të vërtet ishte mohus i fakteve tona, se urhiquhu sauda, atë do ta ndrydh me një dënim të rënd e të padurueshëm. Edhe ta tregon për të çka ka ndodhur me të. Innahu fakkara wa qaddar, thot për arsye se ai shumë mendoi edhe bonte ato llogaritash, nëse e pranoi Islamin çka ndodh me mu, çka thot populli jam, domethënë ka mendu, ka luftu me veten e vet se ku më qesin, çfarë pozite do të kem në mesin, domethënë më i respektuemi i fisit vet. Edhe thot ka mendu, fakkara wa qaddar, do thot ka mendu në veten e vet edhe ka bë ato llogarit, tash çka ndodh me mu nëse e pranoj. Fa qutila kayfa qaddar, qofti shkatruar, po si perceptonte, si i radhite, domthon i bënte ato llogarit. Allah xhallahu ala tregon se shumë i ka dhënë o koncentru në këtë rrethon. Thumma qutila kayfa qaddar, prap qofti shkatruar, po si perceptonte. Thumma nadhar, e sëri thellohej në mendime. Thumma abasa wa basar, pastaj mrolej dhe bëhej edhe më i vrazhët. Thumma adbara wastakbar, pastaj ktheu shpinën me mendjemallsi, domthonë refuzoi. Fa qala inna hadha illa sihrun yu'thar, edhe kur ka dal pastaj te populli vet, e ka zgjedh dhe thot që më i thon popullit, e tha ky Kurani nuk është tjetër vetëm se magji që përcillet prej të tjerëve. Domthonë ka thonë që kjo është apet çai i flan mas mirti, edhe arsyetim me të cilën ka dalë si përgjigje ndaj popullit vet. Inna hadha illa qawlul bashar, ky nuk është tjetër përveç fjalë njerëzish, se uslihi saqar, edhe Allah xhallahu ala ka thonë që unë do ta hedh në zjarrin saqar. E Allah xhallahu ala tregon këtë me thon betejë të mendimeve që i ka pas ky njeri në veten e tij, qysh a me refuzu apo me pranu, edhe pse në brendësinë e tij e kishte parasysh vërtetësinë atyre fjalëve që i kishte dëgjuar, megjithatë nuk ka arrit me e te i kalu veten e tij dhe me e pranu këtë të vërtet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e predikante vazhdimisht. Edhe ka dalë thot me këtë konkluzë dhe e ka refuzu. Edhe kjo është thot prej atyre që faktikisht ka vdekur si jo besimtar në betejën e Uhudit. Pastaj një ngjarje tjetër që përcillet gjithashtu që e përmendin shumë transmetues të sirrës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është edhe një ngjarje interesante. Ajo ka të bëjë gjithashtu me 3 nga paria e Mekasve. Ai ka qenë i pari, ka qenë Ebu Xehli, i dyti Ebu Sufjani dhe i treti Al-Akhnas ibn Shariq. Këta kanë qenë gjithashtu 3 të thot parit Mekës, edhe donin me ditë çka po predikon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, tash me ngu kur fliste Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Qabe, atëherë do të dëgjonin edhe të tjerët, e keni parasysh. Edhe tash këta mundonin me pengu me forma të ndryshme, mos me depërtu Kurani në vesht e njerëzve të tjerë, por kishin qef me ditë çka po shpjegon, ç'a është do thotë ky Kurani. Edhe Ebu Sufjani, edhe Ebu Xehli, edhe ky Al-Akhnas ibn Shariq vendosin që natën me shku me dëgju të shtëpia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam lezimin e Kuranit. Për arsye se ju e dini, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fal namaz natë vazhdimisht edhe kur ka qenë në Mekë. Edhe kur e ka fal namazin e natës ka lexuar me
jo të bërtit, po me za do mund që shletësohet të thotë në dhomë, në shtëpi. Po ju e dini në të kalume në dhomat shtëpiat nuk kanë qenë larg, ke mujt me dëgju që kanë ndodhur në anën tjetër shumë lehtë. Edhe kanë vendosur me shku te shtëpia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam anash edhe me dëgju se cili veçmas, domthonjë jo me marrveshje, se cili veçmas, edhe me dëgju Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin që e lexon. Edhe shkonin edhe dëgjonin. Edhe kështu ka ndodhur edhe natën e parë, edhe pak para se me gdhi, do thotë mëngjesi, janë kthyr nëpër shtëpia e tyre mos me pa kurkush. Po gjashtë kthimit janë taku. Dhe kjo ka ndodhur 1 herë, 2 herë, 3 herë. Edhe herën e tretë kanë thonë qyre, mu nuk bën na kështu me vepru, për arsye se me ditë populli jonë çka jena ato bë, atëherë edhe neve na bëhom rrezil, me thon kushtimisht, edhe na bën autoriteti tërësisht. Kështu që i premtojnë njëri tjetrit që mos me u paraqit, mos me shku. Edhe vendosin premtimin edhe mbajnë premtimin. Mirë po, që ky Al-Akhnas shkonte Ebu Sufjanit nesërmen, edhe i thot, po të pys diçka, ama me mu përgjigj sinqerisht. Çka thot do me pyet, thot çka çato ajete Kur'anit që e ka lexu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çfarë përgjigje ke, do thot çka është puna e asaj. Atëherë Ebu Sufjani ka qenë njëri mençur, dhe ka qenë udhës, po ka qenë, çish më thon, njëri i aftë. Edhe para se më përgjigj, ka thonë para se me të përgjigj, ti kallzom çka. Ty çapo ta merr mendja. Domos s'ka dosh ky tash me kallzu, po ka thonë ti çapo ta merr mendja. Ky ka thonë vallahi unë shumë sene i kum kuptu, po shumë sene edhe s'kum kuptu. Domthon prej Kuranit, domthon çka po flitet, kështu që nuk kam ndonjë mendim të prerë çka është kjo. Ebu Sufjani thotë edhe unë çashtu njëjtë si ti jam. Domthon diçka kum marr vesh, diçka s'kum marr vesh, kështu që s'kam të thot në i përgjigje të prej me thonë jo kështu apo ashtu. Edhe ndahen. Tash ky vazhdon thot, po shkoj për ves edhe Ebu Xhehlin. Edhe shkon te Ebu Xhehli, i troket nder ky Al-Akhnas edhe i thot ku marr me të vet, çka është, domthonjë çato që ai ke dëgju për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a ka të vërtet apo s'ka të vërtet në to, apo çapo ta merr mendja. Ebu Xhehli o kon pak ma i naxhi edhe ma i drejtë vërtet, ka thonë nga. Ka thonë, ju e dini që Ebu Xhehli ka qenë prej fisit Kurajshit, kanë qenë edhe familja Ebu Xehlit, edhe familja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ato nën fiset kanë qenë gjithmonë në bete, Khuzaa edhe Hashimit, ose Banu Hashim kanë qenë gjithmonë në rivalitet. Edhe pse kanë qenë Kurajshit secili prej tyre, megjithatë kanë qenë rivalitet njëri me tjetrin. Po këtë rivalitet e kishte rrëzu Al-Hashim, që ka qenë do thotë gjyshi apo stërgjyshi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte arrit me disa, kur kena fol për rregullimin ekonomik edhe politik të Mekës para ardhjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ju e dim që ky Hashimi ka pas shumë përparësi për arsye se ka rregulluar shumë gjëra në Mekë edhe ka marrë një epitet që nuk kanë arrit me rivalizuar në kuptimin m'ia marr pushtetin. Domethënë ka ekzistuar rivaliteti vazhdimisht, po jo nivelin që m'ia rrëmby do thotë çat udhëheqin kryesore. Për arsye se domethënë familja Abdul Muttalibit kanë qenë ata të cilët i kanë pas qelsat e Qabës, i kanë udhëheq do thotë haxhilert, ju kanë dhënë ujë e kështu me radhë. Edhe Abu Xehli thotë dëgjoj thotë. Gjithmonë thotë i na kanë një hap me Hashimit, do thotë me familjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ata kanë dhënë haxhilerëve ujë, edhe na ju kemi dhënë. Kur ata kanë bë mirë, edhe na kena bë mirë. Domethënë çdo gjë që kanë bë ata, edhe na jena kanë aty. Po thotë tash ka dal dikush prej tyre, po pretendon se po është pejgamber, ku mujna këtu mi mujtna. Domethënë s'kem diçka që mujt mi u bë rivalitet, kështu që unë pavarësisht a është në hak apo s'është hak, unë jam i vendosur që ku më refuzua dhe s'ku më u pranu këto akord. Që tregon do thotë atë armiqsinë që e ka të ndërthurën
me inatin dhe me xhelozin ndaj fisit të Muhamedit apo nën fisit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në përgjithësi, e thot për çata derisa të jem gjallë ku me qenë kundër tij. Edhe kjo është do të thotë përgjigja që i mirët, dhe këtë e ka thonë Ebu Xehli edhe në disa rrethana tjera, njëjtin formë do të thotë ka dhënë përgjigje, për arsye se e ka ditë edhe ai në një formë apo tjetër, mirë po xhelozia, inati, rrethanat e kanë bërë që mos me pranu të vërtetën. Prandaj nganjëherë, dhe kjo është e rëndësishme posaçërisht për Davedxhin, nuk është e rëndësishme apo nuk është poenta me kuptu të vërtetën dikush. Për arsye se ka shumë prej tyre që ndoshta e kuptojnë të vërtetën, po janë disa rrethana tjera që e stopojnë atë me ndërmarrë një hap të guximshëm. Mund me kanë do të thotë disa, prandaj këto rrethana mund me kanë ose joshja, ose egoizmi, ose mundet me qenë interesi i shkurt i kësaj dynjaje, mundet me qenë xhelozia, mundet me qenë do thotë rrethana ndryshme që e stopojnë me e pranu një të vërtetë nga dikush tjetër. Prandaj edhe shumica e Paris Mekës, ashtu që i përmendëm si shembull, kanë qenë prej atyre që faktikisht me e kuptu të vërtetën islame, edhe në ata që ka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ama nuk kanë dashur për shkak të thotë rrethana apo arsye, sikurse që ishte humbja e nderit, çfarë që ka qenë do thotë kanë qenë prej tyre Paris Mekës kanë thonë që nëse na e pasojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë na refuzon fisi ju, na refuzon do thonë na i marrin ato vlera edhe epitetet të cilat i kemi në mesin e tyre, prandaj edhe kjo i ka shkaktuar atyre që të heqin dorë. Njëjtë ka ndodhur edhe me Herakliun, që ashtu që e dini situatën, inshallah do ta shpjegojmë, që edhe ai e ka kuptuar mirë po pozicioni i tij, prestigjin në cilin ka qenë si udhëhes, e ka refuzu, udhëhesi romakëve e ka refuzu pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo e ka bërë do thotë me kon prej banorëve të zjarrit xhenem. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme me pas parasysh njeriu, për arsye se shpesh herë edhe në dy aspekte, në aspektin e thirrjes, shpesh herë dikush veç tenton, valla unë e them të vërtetën e sene, nganjëherë nuk është e rëndësishme kjo, sa është e rëndësishme rrethana dhe situata, çysh po elaborohet ajo. Po në anën tjetër gjithashtu edhe me marr nga eksperienca personale, shpesh herë ndoshta e kuptojmë një të vërtetë, po ndërmarrja atij hapit guximshëm rreth asaj na bën domosht shpesh herë me pas pikpyetje edhe më hieshu vetes të keqen. Apo edhe me arsyetu veten tane, edhe me i gjet vetes do thot arsye pse s'po ndërmerr këtë hap. Po njeriu do të më konë i sinqert me veten e tij, për arsye se mundet me kanë një veprim i pamatur i jote, edhe pse thu hajt se ka kohë ose kështu ose ashtu, mundet me qenë shkak që ti me u largu prej rahmetit Allahut madhërisëm, ashtu që ka ndodhur edhe realiteti këtyre njerëzve, të cilët faktikisht e kanë kuptuar, e kanë pas qartë, mirë po kanë refuzu me disa pretendime të tyre, e që kjo u bë sebeb pastaj edhe Allahu xhallahu ala me i largu pe rahmetit të tyre, rahmetit të tij, si rezultat i mos marrjes së atij hapi vendimtar për me e pranu atë të vërtet absolute. Pra këtu ishin disa ngjarje prej gjërave që gjithashtu ka ndodhur në këtë situatë, ka qenë, nuk e di a e kemi përmend javën e kaluam, ngjarja me Abdullah ibn Mesudin, i cili ka qenë një prej atyre të parëve që i ka pranuar Islamin, edhe gjatë një ndaje kanë thonë muslimanët kanë thonë qysh s'po kena mundësi mi shti këta mushrikët e Mekës me dëgju fjalën e Allahut madhërisëm në asnjë formë. Për arsye se nëse dëgjojnë, atëra ata nuk kanë çare pa e pranuar këtë vërtet. Edhe thot me pas dikush që ka guxim me dalë edhe me lexu Kur'anin, edhe me u lexu atyne, edhe me dëgju ata dhe ndoshta e pranon Islamin dikush prej tyre. Atëra Abdullah ibn Mesudi thot unë po çona, unë po shkoj. Kur thot kështu, ata tjerë, Abdullah ibn Mesudi nuk ishte prej familjes
ndonjë familje të respektuar që ka njerëz që e mbrojnë kështu me radhë, atëherë i thonë ti smundesh me shku për arsye se ty do të bëjnë hesab, do të më marr dikush që ka një farë krahu që edhe nëse e sulmojnë nuk guxojnë për shkak do thot mbrojtjes familjes. Atëherë thot jo, thot unë po kam qef edhe po du më shku, edhe shkon Abdullah ibn Mesudi del para Qabës edhe fillon me recitu, me lexu Kur'an. Edhe me këshillu. Ata në fillim nuk e dinë çka është. Edhe i afrohen dhe fillojnë me dëgju. E shohin që nuk është poezi, se zakonisht ka qenë atëre situata kur ka dashur dikush me thonë një poezi, ka dalë në çabe dhe ka thonë poezinë dhe njerëzit e kanë dëgju, dikush ka marrë dhuratë e kështu me radhë. Edhe kanë menuar që është kështu, por kur e kanë pa që s'është poezi, çka është kjo, atëre e kanë marrë vesh që është ajo çka po predikon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë sulmuar më një herë, edhe e kanë domethënë e kanë largu edhe se kanë lënë më me vazhdu me thënien e Kuranit derisa e kanë marrë disa shokë afërm të tij, e kanë marrë dhe e kanë largu prej atij vendi që ka qenë do thotë i sulmuar dhe fytyrën e ka pas do thotë të dëmtuar nga sulmi që ja kanë bërë. Abdullah ibn Mesud ka qenë njëri i krahas që s'ka pas në familje me mbrojt, po edhe vet ka qenë i dopt. Ka qenë do thotë nuk ka pas trup të fortë apo diçka, ka qenë vetë i dopt, megjithatë e ka bë këtë do thotë me synimin për me mja u mundsu atyne me dëgju fjalën e Allahut të Madhërisht edhe me u drejtu dikush prej tyre. Prej ngjarjeve që gjithashtu përmendet janë edhe disa pretendime të mushrikëve të Mekës, ajo ka qenë që me një rast janë lidh njerëzit më të mëdhej të banorëve të Mekës, prej mushrikëve, ata kanë qenë Utba ibn Rabi'a, Abu Sufjani, Abu al-Bukhtari, al-Aswad ibn al-Muttalib, domon Walid ibn Mughira, këta kanë qenë do thotë ato paria më e madhe e fisit Quraysh në Mekë. Abu Talibi nuk ka qenë me ta, edhe pse ai ka qenë, po nuk e kanë thirrë atë për arsye se ai ka treguar një lloj refuzimi të asaj çka kërkonin ata. Edhe thonë po shkojnë edhe pe thrasë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe po bisedojnë pak mashtrut me të për këtë punë. Edhe e thirrin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vjen shumë shpejt. I gëzum se thotë ndoshta është momenti tash me mpranu ata në këto që po i thras. Edhe kur e thrasin, atëre fillojnë tash me i bë disa kërkesa vetëm me detyru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me thonë që ti ajo që po pretendon ti nuk është e saktë. Kështu që i thot o Muhammed, i thot masi ti po pretendon që po fol me Zotin, edhe je njëri i Zotit, domthonë i zgjedhur i Allahut Madhërisht, edhe e ki këtë nivel te Allahu i Madhërisht, atëre pse s'po na e bën neve çabën me pas në të lumen, me pas do thot kopshte, me pas ushqim, me pas ju e dini që Mekka kemi thonë që o kanë shkretinë edhe në mes kodrave nuk ka pas diçka ndaj përparësi me diçka tjetër përveç tregtisë, që Allah xhallahu ala u ka mundsu çapja aty dhe kanë ardhur njerëzit, s'ka pas diçka tjetër. Edhe ka thonë nëse je atëre lutë Zotin me bë që me pas lumen këtu, edhe këto kodra që ngat me i shfaros edhe mu bë do thot toka pjellore, edhe me pasna me bollëk ushqim. Thot nëse ti po pretendon atëre lutë Zotin me na u bë kët. Atëre pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot unë nuk jam dërguar për kët. Unë jam dërguar m'ja tregu domon të vërtetën edhe me e kuptu kush don me pasu është e drejtë e tij. Kush s'don atëherë domosdoshmë është zgjedhja e tij. Atëherë tash prap i bojnë pyetje që saj natyre, thot atëherë bën e Zoti, lëp e Zotit me ta dërguar një melek i cili ka me dëshmu për ty, do thot angjujt. Disa kanë thonë jo 1, po 4, disa kanë thonë më shumë. Domthonë që si lloj polemike dhe debati vetëm për me e qit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam poshtë, edhe i kanë thonë ti je një njeri i thjesht, po vjen te na do thot gjatë ditës në treg, po shet e po blen, tash ti po pretendon këtë sene, ti me kanë domon që je
një njeri që po pretendon çushje, atëherë nuk kishe shit me neve në treg, nuk ishe marrë do thot me ato punë që mirën me na, po i kishe pas këtë sigurume, ishe kon më i pas ti, e kishe pas do thot shpinë pe dukatit, që si muhabete kanë fillu me i bë vetëm për me e qit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me tregu që ti nuk je në të vërtetën, edhe kanë fillu me i bë do thot disa kërkesa vetëm për me nënçmu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allah xhala ala i përmend këto kryesisht do thot në surën Al-Isra se si وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. Po thot Allah xhala ala dhe i than Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që nuk do të besojnë aty derisa të na i qelsh lument nëpër tokën tonë, do thot edhe ti bën me ekzistu lument أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Ose atje në Mekë nuk është rrit, edhe tash nuk rritet do thotë rrushi do thotë këto pemt, frutat që i kanë dëshirë njerëzit në përgjithësi, po i kanë thonë që ti nëse je, atëherë bëni mu rrit rrushi, mu rrit do thotë me pas kopshte të ndryshme të frutave të ndryshme, dhe me pas lumen në mjet atyre kopshteve. Au tusqita samaa kama za'amta alejna kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Apo i ka thonë, hajde bëne pra Zoti me rëzu, që ashtu që po na kërcënon që Allah xhalala kam ju shkatru, pse s'pe bën që Allah xhalala me realizuat shkatrimin e tij, do thotë edhe me ndodh, do thotë ajo që ka po pretendon ti, e kështu me radhë i përmend Allah xhalala në surën Al-Isra ajeti prej 90 deri 96, i përmend ato pretendimet e tyre, edhe Allah xhalala ju përgjigjet këtyne, tregon se si Allah xhalala e ka ba pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që me qenë njëri, mos me qenë melek, për arsye se edhe po të ishte melek, atëherë ata do të lypnin, do të thonin që ti je melek, na jem njerëz, nuk jem do thot në një rang. Domthon çysh do që t'ja u bësh njerëzit, gjejnë do thotë arsyetim për me të refuzu. Pastaj edhe arsyeja pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka lut Allahun e Madhërisëm me u realizu disa nga mugjizat, me thonë kushtimisht, që ata i kanë kërku, ka qenë ajo se me një rast, që tregohet në Sahih Bukhari, që i kanë lyp pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që Safaja me u bë kodër e dukatit. Safaja, tash, kush ka qenë Safa, do thotë hyp në atë kodër, po nuk është kodër e naltë, atëherë ka qenë edhe më e naltë. Po për shkak të rrethana njerëzit kanë hype, kanë ndryshu, do thotë është pak më e poshtë, nuk është domosdoshmë që ka qenë e naltë në atë kohë. Edhe pejgamberi sa thuhet që e ka lut Allahun e Madhërisëm, në Buhari përmendet, e ka lut Allahun e Madhërisëm që me bë Safan, do thotë kodër të arit, edhe zbret Xhibrili alayhis salam edhe i thot o Muhammed, thot Allah xhalala ta realizon këtë kërkesë, mirë po nëse mas kësaj refuzojnë me të pasu, atëherë do të ndodhë do thot dënimi i shkatrimit. Atëherë e kiti zgjedhje, apo do të parën me u realizu kjo edhe me ndodhë do thot dënimi i shkatrimit shfarosjes, që ashtu që ka ndodhë popujve të mahershëm, apo mi u lën njerëzve muhlet do thot afat, që me pas mundësi me kuptu të vërtetën edhe me u pendu edhe me u kthy te Allah i Madhërisëm, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e zgjedh të dytën. E zgjedh të dytën që me pas njerëzit do thot afat që me u rikthy edhe me besu. Dhe kështu ka ndodhur një shumicë e Mekasve, përveç atyre Paris, edhe atyre njerëzve që kanë rënë në betejë edhe në betejë në Uhud ose në Bedër, shumica prapë janë kthyt në fenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me gjithë refuzimit edhe kundërshtimit fillestar. Prej tyre kanë qenë, përveç atyre që thash janë vra, edhe Ebu Sufjani është prej tyre, edhe të tjerë që e kanë pranuar pastaj Islamin. Dhe prandaj edhe e ka largu Allahu i Madhërisëm, e ka largu do thot mundësinë e ndodhjes së ndonjë mugjizë të pastër, edhe pse ka ndodhur në disa raste sikurse që ka qenë çarja e Hanës, megjithatë këto që kanë kërku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka lut Allahun e Madhërisëm për arsye se kanë qenë do thot kërkesa vetëm për me
me debatu edhe me fol diçka për me e refuzu thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe edhe për pasurinë që i kanë thonë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ti me kanë dikush që je i afërt me Zotin, atëherë Allah xhallahu ala do t'jepte ty pasuni dhe do të bënte më të pasurin prej neve. Vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka zgjedh mos me pas pasuni, për arsye se i është mundsu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me zgjedh jetën do thotë e mbretërve, që me pas do thotë me bollëk të gjitha ato pasuni, apo jetën do thotë e thjesht, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë jo o Zot, po kam qef do thotë me pas jetën e thjesht, e ju'u yawman wa ashba'u yawman, që një ditë me pas uri, një ditë me pas çka me hongër, do thotë mos me pas jetë luksoze ashtu siç kanë mbretërit, dhe kjo ka qenë pra zgjedhja e vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra këto ishin disa nga betejat edhe ato konfliktet, me thonë kushtimisht fillestare, të cilat kanë ndodhur mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe Parisë Mekës, të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tentuar edhe vazhdimisht ka punu që me qenë ballavaçimi shumë i drejtë për drejtë, shumë i qartë, edhe shumë i qartësum, jo do thotë me pas tentime ashtu që ndoshta dikush mundet me perceptu tash me thonë pse për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i është ofruar me kon mbret, nuk ka pranuar fillimisht me kon mbret, pastaj kur i merr në udhëheqje, pastaj me i detyru në një formë ose mi pru ata para një akti të krym. Mirë po nuk e ka zgjedhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë zgjedhje, për arsye se ka qenë i qartë prej momentit që e ka marrë shpalljen që kjo fe do thotë është me zgjedhje të lirë, edhe me e pranon njeriu jo për ndonjë interes apo ndonjë rrethon e shkurtë të kësaj dynjaje, prandaj edhe ka qenë sfidë për secilin prej tyre me pranu këtë vërtet, pavarësisht rrethonave edhe situatave në cilën është. Edhe për këtë shkak edhe shumica dërmuese, mos me thonë krejt, ata të cilët e kanë pasu kanë qenë do thonë njerëz thjesht, që nuk kanë pas ndonjë epitet, nuk kanë pas ndonjë pasuri të jashtëzakonshme, përveç Ebu Bekrit, Othmanit, disave që kanë qenë do thotë tregtar, kanë qenë njerëz thjesht. Prandaj edhe një prej pretendimeve të banorëve të Mekës ose Parisë të Mekës kanë thonë që na i shumardh me ty me nejt, mirë po largoj që ata njerëzit robrit që po rrinë me ty, për arsye se na nuk e ulim veten me qëndru në një rang me ta, për arsye se ata nuk janë niveli jon. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e refuzon këtë për arsye se ishte i dërguar për të gjithë njerëzit, jo vetëm për udhëheqësat ose vetëm për parin e kështu me radh, por për të gjitha njerëzit edhe çdo shtresë, kush ka dashur me e pasu Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ka qenë i lirë, pavarësisht do thotë pe çfarë familje, fisi edhe prej ardhe që mundet me pas. Dhe kështu ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht në çdo kohë dhe në çdo rrethon, edhe nuk ka tentuar asnjëherë me bën një lloj, çysh me thon, pragmatizmi ose me thon hajde që tash çështue me hesh diçka, me mshef diçka, pastaj me nxjerr në tavolinë atë në debate dhe në situata, po ka qenë i qartë prej fillimit deri në fund. Inshallah javën tjetër vazhdojmë me pjesën tjetër. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.